Rikthim apo akmarrje. Egli Tago bëri një paralajmërim mjaft misterios. Nuk do të lejoj askënd të më lëndoj. I vendosi ajo kushtuar rregulla të reja në rikthimin në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Egli Tago bëri një premtim të fortë në prag të një rikthimi në shtëpinë e famshme. Ajo deklaroi se këtë herë synon të fokusohet vetëm tek vetja dhe nuk do të lejoj askënd të prish qetësinë shpirtërore. Nëse rikthehem, nuk do të lejoj askënd të më prish gjendjen time shpirtërore, u shpreh Egli me vendosmëri. Na duhet të rikujtojmë se ajo doli nga shtëpia pas debateve të ashpra me Gjestin dhe refuzimit të tij, duke pranuar se vazhdon të ketë ndjenja për të, por i ka vënë vetes një kufi të qartë, nuk do të derdhet më asnjë lot për këtë histori. Raporti me Gjestin, një kontradikt e madhe. Teksa foli për marrëdhënien e saj me Gjestin, ajo i dha një titull domethënës kësaj historie. Kontradikta. Sipas saj, banori ka qenë i lëkundur, duke shprehur her pas here pëlqim dhe më pas duke u tërhequr. Në kokën time do të jetë ai misteri. A është ndryshe jashtë? Tha ajo, duke lënë të kuptuar se nuk e di ende nëse Gjestin e pret një histori e re jashtë shtëpisë. Egli u bë pjesë e lojës dhe nëse arrin deri në finale, ajo do të fitojë vetëm gjysmën e çmimit të madh, pra 50 milion lekë në vend të 100 milionëve.